Allahun e falemndrojmë, hamdi takon madhnisë Allahut që na ka bë pjesëtar të shahadetit dhe kemi dëshmuar se nuk ka zot tjetër pas madhnisë Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, që Allahu e dërgoi rahmeten lil alamin, Allahu e dërgoi mëshirë për mbar njerëzimin. I çojmë salavat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë të veçantë, ditë e Xumë, ku është falje gjunaheve. Allahu na fal gjunahet e neve dhe gjithë muslimanëve. E lut Zotin e Madh në këtë ditë të ftoftë, ditë dimri, ditë e Xumë, që Allahu na begaton me mirësitë e Tija në këtë botë dhe në ahiret. Allahu na bën nasib Jannatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Allahu të na ruan nga kufri, nga shirku, nga harami dhe nga çdo e keqe në këtë botë dhe në ahiret. Allahu e ruajt familjen tonë dhe gjithë musliman kudo që të jenë. Besimtarë të nderuar, njerëzit më të pikëlluar, më të trishtuar në botë janë ata që nuk kanë shahadet në zemrat e tyre. Njerëzit më të trishtuar, të lashët më të mëdha i kanë ata që nuk dinë mi thonë Allahut la haula wala quwwata illa billah. Ata që nuk dinë mi thonë Allahut la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Prandaj duhet të qenë falëndërues që Allahu na ka bërë rrezik neve që shahadetin e kemi në zemrat tona, të përmendmen e Zotit e kena në gjuhët tona, edhe këtë bindje ndaj madhnisë Allahut e dëshmojmë duke i thënë Allahut, duke i bërë sejdë Allahut dhe duke e madhruar Allahun, ashtu siç na ka urdhëruar Zoti dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që koha është shumë e ftoftë, thash porosia hinore e Sufjan al-Thauriut, i cili e takoi Xhafer bin Muhammedin, tha kur të shtohen mbrengat, telashet, mërzijat, tha thuaj 3 porosi, 3 këshilla ja dha. E para, kur t'jesh i mërzitur, njerëz më të mërzitur janë që nuk kanë shahadet, po është pjesë e dynjas mu mërzit edhe në ndonjëherë. Që faktor janë gjunahet tona që shtohen mërzit. Atëherë fole një fjalë e cila nuk e thot askush tjetër por se besimtari. Ai që ka telashe dhe brenga dhe mërzia, në ta bën këtë dhikr që e ka bërë pejgamberi alayhis salam, cila është ajo? Me thonë prej shumë llojeve të dhikrit, me thonë la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ai që e thot këtë fjalë, Allahu ja largon, por jo një herë, me shpeshtu. Kështu e ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka mësuar neve me thonë la haula wala quwwata illa billah. Kush don t'i largohen brengat, mërzit, telashet, le ta shton që këtë lloj të dhikrit me i thonë Allahut la haula wala quwwata illa billah. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë nuk ka fuqi tjetër që mund më të largu, nuk ka pushtet, fuqi tjetër pas fuqisë Allahut dhe pushtetit madhnisë Allahut. Andaj Allahu është i gjithë fuqishëm, i gjithë mundshëm dhe ai ka mundësi më t'i largu brenga dhe telashet e tua. Prandaj në nështroju Allahut me bindje me këtë lloj të dhikrit, padyshim se Allahu ka më ta larguar brengën dhe telashen që e ke. Allah i largoft brenga dhe telashet gjithë muslimanëve. Nëpërmjet këtij lloji dhikrit e tregon imanin, akidën tënde ndaj madhnisë Allahut, se ti ki raport drejt me Zotin e Madh dhe kërkon ndihmën dhe fuqinë e Allahut, se vetëm Allahu mund më të dalë mbrojtje dhe më ta ndru gjendjen prej një gjendje në një gjendje të mirë. E dyta, dikujt i vanohet rreziku dhe brengosen njerëzit, e i tha ky burr i madh, tha nëse ti mendon se tu ka vanuar rreziku, atëherë shtoje istighfarin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje se Allahu është falës dhe ju zbret nga qielli bereqet dhe ju jep evlad. E një prej sebepeve që Allahu e shton rrezikun është istighfari. O djem të ri, lidhni rrezikun me Allahun e pastaj me sebepin. Mos trogitni në aparatet e ndryshëm, në përdo vendet të ndyta që e merë pasurinë e tjetrit pa djerë, që mendon me marë pasurinë e tjetrit pa drejt. Prandaj Allahu na ka mësu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, dhe shpërndahuni në tokë dhe kërkoni nga mirësitë e Zotit, duke punuar me djers, dhe puna më e mirë është puna me djers. E pastaj
para kësaj istagfiru, kërkoni falje, se Allahu ja ushton rizkun nëpërmjet faljes, se Allahu është Rezak. Allahu thotë: "Wa fis samai rizqukum", dhe rizki juaj është në qiell. Ta ka caktuar Allahu istighfarin dhe sebepin e të marrës me punu në dynjat, është prej natyrshmërisë që Allahu ka kriju me mundësi për me bën ndryshim. Çka është veçoria e ditës sodit ti që ke bë dhe dje dhe pardje? Apo 40 vjet kur punë s'ke bë me dorë, as një lloj të punës dhe angazhimi s'ke bë. Edhe thot: "O Zot, ti qitëm rizk prej qiellit." Po, ne rizkun e kemi me iman, e pastaj i marrim sebepet, se marrja sebepeve sheriatike në bazë të rregullave të fesë është obligim për çdo musliman, dhe ka thënë Muhamedi alayhis salam: "Talabul halali wajibun li kulli muslim", kërkimi i formës halalit është obligim për çdo musliman. Prandaj mesazhi i dytë është: shtonë istighfarin, nëpërmjet istighfarit Allahu e shton rizkun. Dhe e treta, hoq, në këtë shkup kena shumë milionera, edhe ma gjanë në botë jenë shtu miliarderat, por ngushtica e tyre jetës është ngushtu ma shumë, e disa Allahu i gulfat me numra se nuk kanë bereqet në pasurinë e tyre. Atëherë, kur Allahu t'jep të mira, mos u çorodit edhe me harruar Allahun, se Allahu t'i ka dhënë këtë të mira, por thuaj Allahut elhamdulillah. Thuaj Allahut elhamdulillah. Thuaj Allahut elhamdulillah, in shakartum la azidannakum, e nëse jeni falendërues Allah i shton të mirat. Pra hutbja e sotit është: shpeshtoni thuni Allahut la haula wala quwata illa billah. Thuni Allahut astaghfirullah, thuni Allahut elhamdulillah. Këto janë sebepet e mirësisë së dynjas dhe prej sebepeve për me shkuar në xhennet. Allahu nasip na boft. Elusim Allahun e madh, Allahu nga zemrat tona mos e largoft të dhikrin asnjëherë. Na për gjuhët tona ti thojmë Allahut la haula wala quwata illa billah, ti thojmë Allahut astaghfirullah, ti thojmë Allahut alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Elusim Allahun e madh që Allahu ti pranon lutjet tona, gjunat Allah afë dhe magfiret. Allahu ta udhëzon rinin ton në rrugën e khairit, në rrugën e diturisë, në rrugën e siratit mustaqimit. Hadha أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.